Kosova po mirëpret një prej figurave të larta fetare nga vendet e shenjta islame. Imami i Çabës, Dr. Bandar Belila, po zhvillon një vizitë zyrtare në vendin tonë. Të ejtë në mbrëmje njëri prej imamëve të Çabës, Bandar Belila, ka mbritur në Kosovë, me qeras në aeroportin Adem Jashari, është mirëpritur nga kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Efendi Tërnava. Gjatë ditës së sotme, imami i Çabës u prit në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës nga Miftiu Naim Efendi Tërnava, ku zhvilluan një takim miqësor, me qeras diskutuan për thellimin e bashkëpunimit ndër-institucional, sfidat dhe arritjet e besimtarëve musliman në Kosovë, si dhe rëndësinë e ruajtjes së vlerave shpirtërore në shoqëri. Vizita e tij në Kosovë ngjalli interesim të shumë besimtarëve në vend, të cilët ju bashkuan namazet të xumas në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku imami i Çabës mbajti hutben dhe i priu këtij namazi. Ai gjatë hutbes foli për Islamin, rëndësinë e unitetit, devotshmërinë ndaj krijuesit, si dhe paqen në përgjithësi. Inna Allaha khalaqa Adama min turab. Inna Allaha khalaqakum min Adam wa Adamu khuliqa min turab. Nderuari dhe shumë i respektuar imami i Çabës ndër tjerat e filloi hutben e tij me këtë fjalë: se i madhi Zot Xheleshanu pa pikë dyshimi e krijoi Ademin alayhis salam prej dheut dhe më pastaj edhe gruan e tij, dhe kështu filloi shumimi i njerëzit mbi sipërfaqen e tokës, dhe i madhi Zot qysh nga Ademi alayhis salam kërkoi që të besohet një Zot i vetëm deri në kataklizmën përfundimtare, dhe me këtë mision i dërgoi të gjithë pejgamberët e tjerë. Imami jon pra pas kësaj vazhdoi me këshillën e tij, këshillën së premtës në xhamin tonë, duke thënë dhe duke thirrë për unitet, për bashkim dhe për sjellje të mira mes njerëzve kudo që ata janë, pa dallim feje, besimi, ngjyra apo rase. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava tha se vizita nga persona të tillë është nder për të gjithë ne, dhe se sadopak e shuan dëshirën tonë për ta pasuar në namaz imamin e Çabës. Ne shumë herë kemi dëgjuar shefin, kemi dëgjuar duke falë namazet në për televizionet tona. Pa ja, Zoti dashti dhe me një bashkëpunim të mirë që kemi me ministrinë për çështje fetare në Arabinë Saudite, pra edhe me udhëheqësit e atij shteti, arritëm që mrena këtyne pak ditëve këtu në Prishtinë të kemi edhe tendën 10 ditë për të parë, pra javën e kulturës, traditës së Arabisë Saudite, pastaj 3 ditë radhazi djekën filluar me mbajtjen e garave të Kuranit në nivel ndërkombëtar, ku po marrin pjesë 22 shtete mbi 150 pra garues në fjalën e të Madhit Zot Xheleshanu, dhe ja sot kemi edhe imamin këtu. Vizita e Dr. Bandar Belilas do të vazhdoj edhe në ditët në vijim me vizita në objektet dhe monumentet me rëndësi historike dhe shpirtërore në Kosovë, duke përforcuar lidhjen vëllazërore ndërmjet popullit të Kosovës dhe vendeve të shenjta të Islamit.